viti si ka erdhë në arrestimin e tij. Mirë po ne jo vetëm që me sulmin e fundit që e thënë ligjin ndërkombëtar dhe e kërcënon një shtet Amerika, neve na kujtohet që u avidhnin edhe tankerët me naftë që dilnin nga Venezuela. Pra bëhet fjalë për një pirateri e cila me drejtën ndërkombëtare publike është ndaluar. Ishte një blokad të një shteti që të mund të lëviz të lundroj me anije, neve na kujtohet po ashtu e ndaluan edhe që aeroplanët civil apo të gjithë hapësirën ajrore të Venezuelës të kalojnë aeroplan, edhe ajo është një thirrje e drejtës ndërkombëtare publike. Dhe çka bënin po ashtu edhe i vrisnin me anije të vogla të cilat kalonin civil të ndryshëm dhe të paktën 100 vetë janë vrarë, që është një krim në vete dhe që mund të konsiderohet edhe krim lufte dhe mund të kërkohet përgjegjësi për presidentin Trump apo për ata general të cilët kanë dhënë urdhër që peshkatar apo banor të ndryshëm i kanë vrarë në për anije, qofshin ata edhe trafikant droge, nuk të jep ligjit atë të drejtë që t'i vrasish pa më i pasur prova. Pra në çdo aspekt që ta marrim bëhet fjalë për unë jam i fortë dhe veproj siç dëshiroj unë dhe nuk mbaj asnjë përgjegjësi. Pra kjo është fytyra e vërtetë e politikës amerikane dhe kuptohet që i ka trishtuar të gjithë presidentët e botës se një gjë e tillë mund të ndodhë atyre dhe do të ketë efekt ky aktivitet i suksesshëm, ta quajmë ushtarak i amerikanëve. Tani për tani ashtu duket se është i suksesshëm, ndoshta edhe mund të zgjasë 10 vite dhe të frigohen çdo herë politikanët se mund të më vinë trupat speciale amerikane dhe të më marrin prej zyre. Po kjo ndodhi edhe, sa më kujtohet edhe në Kosovë, pa presidentin në detyrë, erdhën e morën, e dërguan në hak, dhe ende sot e kësaj dite përballet me akuzat të ndryshme. Pra agresiviteti i politikës amerikane, sidomos ne që ka merremi me marrëdhëniet ndërkombëtare, nuk është as pak befasi, është një normalitet i politikës së tyre. E qartë. Mirë, do të ndalemi tek një tjetër temë, tek sulmet ajrore të kryera nga forcat ajrore mbretërore saudite ndaj separatistëve, të cilat vinë këto pas kërkesës për ndihmë ushtarake nga udhëheqësi i Këshillit Presidencial të Yemenit. Si e shihni, a mund të konsiderohet kjo një ndërhyrje drejt për drejt e Arabisë Saudite ndërkaq në çështjet e brendshme të Yemenit, duke rrezikuar këtu sovranitetin e vendit dhe duke përshkallëzuar edhe konfliktin? Tani informatat që unë i kam, se nuk kam hulumtuar thellë për këtë pyetje që ma parashtronit, se Jemenin, një pjesë të Jemenit, përveç qeverisë Houthi, është në ndikimin e Emirateve të Bashkuar, pra ka milisë të cilat financohen nga Emiratet e Bashkuar, dhe ky sulmi i fundit Arabisë Saudite nuk ishte drejtuar Houthive, po ishte drejtuar milicëve në ndikimin e Emirateve të Bashkuar, pra qeverisë së tyre, dhe ndoshta është një mosmarrveshje apo konflikt në mes Arabisë Saudite dhe Dubait apo Abu Dhabit, si ta quajmë, dhe nuk mund ta dim saktësisht se çfarë ka ndodhur. Mirë po, Jemeni në këta 15 vitet e fundit ndoshta bombardohet gati se çdo ditë apo çdo javë, ka viktima të shumta dhe nuk bën edhe lajm kur bombardohet Jemeni. Për fat të keq filloi me bombardimet e Arabisë Saudite, po mandej kishin edhe luftë qytetare se kush do ta marrë pushtetin. Na kujtohet një vjet apo 2 vite kishte edhe protesta të mëdha për ndrimin e regjimit kur filloi fjala siç quhej pranvera arabe, dhe sot e kësaj dite, pra 15 vite më vonë, ata sesi që të stabilizohen, ekonomia e tyre kuptohet që është një situatë shumë të vështirë për shkak se ka edhe sanksione, por qeveria Houthi do të mbahet mend si qeveria më humane në gjithë planetin, besoj, kur i shpalli luftë Siris, i shpalli luftë Izraelit, për të mbrojtur interesat e Gazës. Pra, sido që tjetë edhe pse të varfur, ata e dëshmuan veten se janë njerëz serioz, sidomos politikanët e tyre dhe njerëz human. E qartë, mirë, zë Dauti, për të mbyllur pyetja fundit, e gjithë kjo situatë e përshkallëzuar, a mund të shndrohet
kjo krizë në një konflikt më të gjerë rajonal ku edhe fuqitë e huaja përdorin këtu Yemenin si një terren për të luftuar ndikimin e njëra tjetrës, duke injoruar ndoshta edhe interesat e popullit yemen. Tani qeveria Houthi ndikohet apo ka përkrahje nga Irani. Qeveria tjetër paralele përkrahet nga Arabia Saudite, përkrahet nga Perëndimi, po si është një pjesë e madhe më shumë financon Emiratet e Bashkuara Arabe dhe kuptohet që përderisa ka luftë qytetare aty se kush do ta ketë pushtetin e Yemenit, kuptohet që shfrytëzohen yemenasit për interesat e shteteve të tjera, qoftë ajo Irani, qoftë Arabia Saudite. Kuptohet që Arabia Saudite me ndihmën amerikane beson që gjithë gadishulli arabik duhet të jetë zonë në ndikimin e tyre, po ja që disa banorë nuk mendojnë ashtu, nuk duan të jenë në ndikimin e Arabisë Saudite dhe është e drejta e tyre dhe kuptohet për ata edhe luftojnë dhe janë fuqizuar dhe tani Arabia Saudite sheh edhe një kërcënim të vërtet për jugut, pra mund të ndodhë që edhe Houthi të hyjnë në territor të Arabisë Saudite dhe ta sulmojnë. Kuptohet për këtë që të ndodhë kjo do duhet një logjistik dhe financim dhe armatim i madh nga Irani kundrejt qeverisë Houthi dhe mund të ndodhë. Po gjithë këta trazira, si duket në vitin 2026, do të thellohen edhe më shumë, për shkak se nuk shiqojmë asnjë përpjekje për të zgjedhur konfliktet ndërkombëtare. Konfliktet ndërkombëtare ende acarohen. Ne me të ardhur me presidenti Trump, i cili thotë që unë jam presidenti i paqes, unë mund të numroj që edhe Yemenin u sulmua të paktën për 2 muaj nga qeveria e Trumpit, veç fjala se ai do t'i shkatroj Houthit. Mandej kuptohet që Trumpi e mbështete gjenocidin në Gaza. Pastaj tani së fundmi e sulmoi edhe Sirin, e ka sulmuar edhe Nigerin, ku ka edhe nafta atje, e sulmon edhe Venezuelën, tenton që ta okupoj edhe Greenlandin. Pra ky president i paqes me gojë mund ta shiqojmë që për një vit të paktën 5-6 shtete ka sulmuar dhe kërcënon të sulmoj edhe 5-6 shtete të tjera, duke mos haruar që është mbas një viti më vonë është ende duke e përkrahur luftën e Ukrainës në luftën kundër Rusisë. Pra mund të shiqojmë që është një agresor i vërtet përsa i përket mentalitetit të tij militar, pra edhe e ka rritur buxhetin e ushtrisë amerikane, pra mund të shiqojmë që në fakt është hipokrite të thuhet se ai është një president i paqes, për shkak se faktet dëshmojnë që është një agresor dhe një president i luftës. E qartë, mirë. Zoti Daudi, kemi arritur në fund, ju falenderoj për gjitha informacionet. E harova edhe Iranin. Pra. Ishte kënaqësi, faleminderit shumë. Mirë, të nderuar teleshikues, arritëm në fund të këtij emisioni. Unë dalëm ditën e sotme duke u nisur nga operacioni i paparashikuar amerikan në Venezuela, arrestimi i Nicola Maduros dhe paralajmërimi ndaj Delcy Rodriguez, ku duket tashmë se fuqitë e mëdha po vendosin rregulla të reja në politika ndërkombëtare, ku sovraniteti i vendeve të tjera bëhet ndoshta edhe objekt i interesave të jashtme, dhe nga ana tjetër unë dalëm tek përplasjet e fundit para kryeministrisë në Tiranë, ku dhuna ndaj protestuesve dhe përdorimi i sistemit penal si një mjet presioni na tregojnë se edhe në vendin ton zëri i qytetarit që kërkon drejtësi dhe ndryshim nuk po dëgjohet, por po friksohet. Me kaq mbyllim ditën e sotme, bashkë do të shihemi sërish nesër me tjera tema.